Kam shkel. Nuk funksionon, është e ndezur. Mirëdita të gjithëve. Nderuar zoti kryetar akademik Skënder Gjinushi, të nderuar anëtarë të jurisë së çmimit Shyteriqi, të nderuar konkurrues të këtij çmimi të nderuar,
Të nderuar pjesëmarrës. Kam kënaqësinë të hap sot këtë ceremoni për kurorëzimin e një konkursi hapur nga Akademia e Shkencave për çmimin Shuteriqi, të shpallur në kuadër të konferencës shkencore ndërkombëtare Shteti i Arbërit dhe Arbëria në shekujt e humanizmit evropian, që është organizuar dhe zhvilluar me shumë sukses me rastin përkujtimor të 555 vjetorit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut në data 8 deri me 10 tetor 2023 në Gzisht Mirditës dhe këtu në Akademinë e Shkencave. Çmimi i veçantë Shuteriqi akordohet për botimet dokumentare, burimologjike, më të suksesshme për historinë, për gjuhën, kulturën, trashëgiminë dhe identitetin shqiptar, për vepra të tilla të realizuara që nga viti 2001 deri në vitin 2023. Emri i këtij çmimi është emri i një personaliteti shumë të shquar të letrave, krijimtarisë dhe të kulturës shqiptare, Dimitër Shuteriqit, si shkrimtar dhe historian i letërsisë, si poet, prozator, studiues, hulumtues i dalluar, harthues tekstes shkollore, publicist, profesor dhe akademik. Si shkencëtar, fusha kryesore e punës së tij, gati 60 vjeçare, deri në ditët e fundit të jetës, kanë qenë fillimet e qytetërimit shqiptar, historia e letërsisë, tradita e hershme e shkrimit shqipes, studimet letrare monografike, studimet dokumentare dhe folklorike nga fusha e albanologjisë në tërësi. Një nga punët më emblematike të profesor Shuteriqit është rizbulimi, hulumtimi dhe studimi i mëtejshëm i mishkrimeve latine mesjetare dhe sistemës së Shtetit të Arbërit në kishën e Gzigjit në Mirdit. Pikërisht kjo punë komplekse, zbuluese, hulumtuese, dokumentuese dhe studiuese e nivelit shembullor i jep këtij personaliteti atributin e denj për emërtimin e çmimit që Akademia e Shkencave po akordon sot. Të gjithë e dimë vlerën e pamohueshme të dokumentacionit, por jo gjithmonë dhe në mënyrë konstante është vlerësuar si duhet kjo punë e vyer, por e mundimshme dokumentare. Është rasti të përmendim shembuj më të spikator të personaliteteve me kualifikim dhe kulturë të lartë që kanë kontribuar në këtë fushë, duke qëndruar shpesh herë të heshtur në krahasim me studiuesit me prodhim shkencor të mirëfill. Përmend Injat Zamputi, Vexhi Buharaja, Henrik Laçaj, Koço Bozhori, Theofan Popa, Filip Liço, Hamdi Bushati, Jonus Tafilaj, Pashk Gjeçaj, Kol Luka, Gjon Shlaku, Isuf Vrioni, Salami Pulaha dhe shumë të tjerë punëtor të dijes. Prandaj, krahas reformës që po kryen me sukses Akademia e Shkencave, por i vlerëson me objektivitet të gjitha botimet dokumentare historike për të motivuar punën shumë të vlefshme në këtë drejtim. Po citoj këtu një paragraf nga fjala e kryetarit akademik Gjinushit në hapjen e konferencës në Gzisht, ku theksoi: "Është rasti të evokojmë me nderim të thellë të gjithë ata që punuan e punojnë me dedikim dhe devocion në fushë të mendimit e të kërkimit. Transkriptuesit e mirënjohur Injat Zamputi e Koço Zheku, filologët Francesco Altimari dhe Matteo Mandala, dhe me plot merit profesoreshën e nderuar Lucia Nadin, rizbuluesen e arbrit evropian, tani së fundi edhe rizbuluese e dorëshkrimeve të panjohura të Marin Barletit. Për këto dorëshkrime të panjohura, Akademia e Shkencave po bashkëpunon me sukses për promovimin, integrimin e tyre në trashëgiminë evropiane." Vëmendja e Akademisë së Shkencave do të jetë në nxitje në mëtejshme të kërkimit shkencor në fushat e albanologjisë, duke vlerësuar gjithnjë në masën e duhur dhe në mënyrë të denjë punën dokumentuese shkencore që gabimisht është këndvështruar si një punë për të tjerët, zbulimet arkeologjike dhe antropologjike të reja, kërkimet e dokumenteve të reja në arkiva, shqipërimet e tyre nga greqishtja, latinishtja apo versionet e gjuhëve mesjetare të Ballkanit, do të meten një ambicje konstante e kërkimeve dhe studimeve të mëtejshme. Në këtë vazhd, është menduar gjithashtu të organizohet edhe një konferencë e posaçme vlerësuese për autorë të mbetur anonim, siç mund thuhet për kthyesit pa emër,
dhe punën e tyre të vlefshme të mbetur padrejtësisht në sheshtje. Në këtë drejtim, nuk mund mos vërejmë se me gjithë vështirësitë e ndeshura janë shënuar edhe përparime në botimet e dokumenteve të viteve të fundit, ku traditës së mirë të përkthimeve janë shtuar elementet më të detajuara të filologjisë së tekstit, pajisjes me sqarimet e domosdoshme bibliografike dhe me aparatin shkencor bashkëkohor. Kurorëzimi i sotëm i konkursit me akordimin e çmimeve shutëriqi i ka marrë parasysh edhe këto elemente të punës dokumentare si një burim i dorës së parë për studime albanologjike të suksesshme. Kryetari i komisionit të këtij konkursi, akademik Adem Bunguri, do na jap në fjalën e tij detaje më të shumta për punimet e paraqitura dhe të shqyrtuara nga juria për dhënien e këtyre çmimeve. Ju lutem. I nderuar kryetar Akademisë Shkencave Akademik Skënder Gjinushit, nderuar akademik, nderuar studiues dhe pjesëmarrës, para se ta filloj fjalën time, duhet ju bëj me dije që në këtë sallë na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre vajzat e akademik Dhemitë Shutëriqit, zonjat Zana dhe Mira Shutëriqit, cilët i falenderojmë për çetën e sot. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që në emër të jurisë së çmimit të veçantë Shutëriqi të vijoj me paraqitjen e punës së kësaj jurie nga fillimi deri në finalizimin e punës së saj, në mënyrë shumë telegrafike. Në vijim të tradicionit vlerësues të votime më kualitative akademike dhe në kuadër të Përvitorit Themërinit të Shtetit të Arbrit dhe 550 vjetorit të Gjergj Kaqios Skënderbeut, Akademia e Shkencave, siç edhe jeni ndjeni, gjatë vitit të kaluar akordoi çmimin e veçantë vlerësues me emrin e nderuar Shutëriqi. Për këtë u kryu edhe një juria përkatëse e përbërë nga unë, profesor Ksenofon Krisafi, profesor asociuar Evalda Paci, doktoresh Leva Domi dhe profesor Ermal Baze, antar, ndërsa sekretare teknike e jurisë ka qenë zonja Albana Bogdani. Falenderoj përzemërsisht kryesinë e Akademisë Shkencave për besimin dhe përzgjedhjen tonë në këtë juri dhe për nderin që na bën duke na besuar për këtë çmim të veçantë. Në emër të kryesisë Akademisë Shkencave dhe të jurisë, falenderojmë përzemërsisht të gjithë pjesëmarrësit në konkursin e çmimit të veçantë Shutëriqi, si dhe anëtarët e jurisë për kontributin e tyre të çmuar në finalizimin e tij. Themelimi i Shtetit të Arbrit, që ishte edhe boshti i këtij konkursi, është bërë i njohur nga mbishkrimi i Guti Gziqit, të cilin e restauroi arkitekti dhe studiusi i njohur Koçër Zhegu dhe e deshifroi, e interpretoi dhe e botoi akademik Dhemitë Shutëriqi, emrin e cilit mban ky çmim i veçantë që ndajmë sot. Shutëriqi është studiusi që jo vetëm e ka deshifruar mbishkrimin e Gziqit mbi principatin e Arbrit, shtetin e parë të Arbreshve, por ka studiuar gjithashtu marrëdhëniet e këtij shteti me principatat e tjera feudale. Qëllimi i këtij konkursi ishte vlerësim dhe inkurajimi i botimeve të reja me karakter dokumentar dhe filologjik, pasi botimi i burimologjisë mbi historinë e shqiptarëve, kulturës, e qytetërimit, identitetit të tyre, për Akademinë e Shkencave është një nevojë shkencore dhe përparësi objektive. Ka qenë në fakt disi e vështirë tërheqja e shumë studiuesve në këtë konkurs për faktin se numri i botimeve të monofilta dokumentare është i kufizuar. Duke filluar nga muaj korrik në vazhdim, juria ka bërë 5 thirrje të një pasnjëshme studiuesve të fushës për pjesëmarrjen në këtë konkurs, thirrje që u shpërndan në webfaqen dhe rrjetet sociale të Akademisë Shkencave. Megjithatë mungon në prurjet e këtij konkursi ndonjë titull më së mirëpritur dhe me rëndësi cilësore. Do të kishim dashur që të paraqitet vëllimi me dokument pa botuar me mesjetën e hershme shqiptare i studiuesit të mirënjohur Nihat Zamputi, që me punë dhe shërbimet e tij të jashtëzakonshëm ka fituar admirimin e studiuesve të disa brezave, të botuara post-mortem nga Albanishën Institute. Gjithsesi, duhet të theksojmë se interesi për pjesëmarrje ka qenë i lartë dhe kemi patur mjaft prurje me të vërtetë cilësore. Juria u fokusuar në punën e saj për të bërë vlerësimin shkencor të gjitha prurjeve. Dhe puna e jurisë ka kaluar, mund të them, në 3 faza të suksesive.
Por të përmendur mbi bazën e disa kritereve teknike, mjafton të përmend disa prej tyre, mbi bazën e cilëve është ndërtuar tabela e pikëzimit e përdorur për çdo një nga prurit në këtë konkurs. Të tilla mund të përmendni këtu disa nga detajet, janë të vlefshëm për gjithë fazat e konkurimit, kanë qenë rrisit që sjell vepra, originalitet dhe rëndësia e veprës për fushën e burimologjisë dokumentare apo ato studim filologjike, vlera dhe kontributi original i veprës për komunitetin shkencor, niveli i analizës dhe i sintezës, koherenca dhe kohezioni midis hipotezave, diskutimit dhe përfundimeve, terminologjia shkencore, stili akademik i shkruarit, gjuha e rrjedhshme, bibliografia e përditësuar dhe sistemi referencial, përputhshmëria e citimeve me referenca bibliografike dhe aparati shkencor dhe ilustrativ. Në përputhje me këto kriterë, juria ka realizuar tabelën e pikëzimit për secilin nga veprat e paraqitura, siç u tha, dhe ka qenë e pavarur, duhet të theksoj këtë, në punën e saj, ajo është munduar të jap vlerësime sa më objektive dhe të motivuara në pikpamje të vlerës shkencore dhe historike kulturore të secilës nga veprat. Në përmbyllje, puna e juris ka kaluar siç e thash në 3 faza suksesive, në përmbyllje të fazës parë të vlerësimit u përzgjodhen për të vazhduar konkurimin në mëtejshëm botimet e mëposhtme. Gjon Berisha, Gjergj Kastrioti Skënderbeu në fondet e arkivës shtetërore të Dubrovnikut. 2. Matteo Mandala, Nikol Filja dhe veprat e tij poetike, botimi 22-shit. 3. Virgil Kule, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kryqëtari i fundit. 4. Plerina Suta, faqe të panjohura nga vepra e Pjetër Budit. 5. Irakli Koçollari, korrespondencë dhe dorëshkrimet Ali Pashtë Pelenës, volumet 1 deri 4. 6. Ermal Nuria, vlora në dokumentet osmane të arkivës së Stambollit, botimi 2023. 7. Lida Miraj, Albanian Through Traveler's Eyes, From the Age of Humanism to the End of War, World II, botimi 22, e gjitha e shkruar në gjuhën angleze, dhe Lucia Nadin, Statutet e Shkodrës në gjysmën e parë të shekullit 14 me shtesat deri në vit në 1469, botimi vit 2022. Renditja ka qenë sipas rendit të mëritjes në juri. Në përmbyllje të fazës së dytë të vlerësimit, veprat e nominuara për çmimet fituese janë: 1. Lucia Nadin, Statutet e Shkodrës në gjysmën e parë të shekullit 14 me shtesat deri në 1469, botimi 22. 2. Matteo Mandala, Nikol Filja dhe veprat e tij poetike. 3. Irakli Koçollari, korrespondencë dhe dorëshkrimet Ali Pashtë Pelenës, volumet 1-4. Ermal Nuria, vlora në dokumentet osmane të arkivës së Stambollit, dhe Blerina Suta, faqe të panjohura nga vepra e Pjetër Budit, 618-622. Ftoj doktoresh Etleva Domi, zëvendës drejtore e Bibliotekës Kombëtare dhe antare juris, të jap motivacionet profesionale për 2 vepra të nominuara, që intelektualisht vlerësohen si fituese. Faleminderit zoti kryetar. Është një privilegj dhe një kënaqësi e veçantë që unë sot përpara këtij auditori shumë të nderuar të paraqes 2 vepra të nominuara. Për filloj me veprën e nominuar vlora në dokumentet osmane të Arkivit të Stambollit, udhërrëfyes, botuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Pjesë e projektit që synon përgatitjen dhe botimin në Shqip të udhërrëfyesve për dokumentet osmane, që gjenden në fondet e ndryshme të arkivave të Stambollit për territorin e Republikës së Shqipërisë, ndarë sipas qendrave administrative të dikushme. Përfshin dokumentet dhe regjistrat osman që kanë të bëjnë me qytetin dhe fshatrat që vareshin administrativisht nga në prefektura e Vlorës, që u përkasin periudhës klasike 1431, 1837 dhe asaj moderne 1839, 1912 të perandorisë osmane. Përzgjedhur, sistemuar, klasifikuar, përgatitur, shqipëruar, shoqëruar me një fjalor shpjegues nga osmanologu Dr. Ermal Nuria.
Arritje e suksesshme e një pune të madhe, serioze, të palodhur hulumtuese, të vyer, përprurje dokumentesh me interes për historinë e Shqipërisë në periudhën osmane, si dhe për ofrimin e informacionit të pasur për ngjarje, fakte, personazhe të jetës politike, kulturore, fetare, administrative të Trevës së Vlorës. Për shkrim i përrintuar profesional i dosjeve sipas standardeve bashkëkohore të arkivistikës. Indikacione arkivore për në prefekturën e Vlorës, të dhëna unikale për një sinagogë hebraike në Vlorë në vitin 1699, të vjelura me shumë kujdes në Arkivin Osman në Stamboll dhe shqipëruar me një kulturë gjuhësore të lavdërueshme, botim i dobishëm, informues dhe orientues për botën akademike, historian, studiues, arkivist, dokumentalist e tjerë dhe jo vetëm. Ky botim, që kemi përduar për Vlorën, mbas atij për Elbasanin dhe Korçën, pjesë e një kolane të vëllimshme që do të vijojë edhe për sanxhaket e tjera shqiptare, është një nxitje për hulumtime të mëtejshme, si dhe punime shkencore të thelluara, teza doktoraturash, organizime të rrezdash të rrumbullakta, mbështetur në dokumentacionin e larmishëm arkivor që studiuesi i apasionuar me profesionalizëm shumë të lartë na sjell na ofron sot. Vepra tjetër, faqe të panjohura nga vepra e Pjetër Budit, 1618-1622, botuar nga Shtëpia Botuese Onufri. Studim kërkimor shkencor me interes filologjik i veprës së njohur Dothrina e Krishterë, të autorit të letësisë së vjetër shqipe Pjetër Budi, rrethanave të botimit të veprës dhe zhvillimit të veprimtarisë së tij, ku botohet një material gjuhësor i panjohur më parë, sillen të dhëna të reja për një ekzemplar të rrallë që përmban faqe të panjohura, një fashikulli A, të ndryshëm nga motimi origjinal i veprës kopjes së njohur të Doktrinës së Krishterë të vitit 1618. I gjetur i zbuluar nga studiuesja profesor doktoresh Blerina Suta, gjatë hulumtimeve që ajo ka realizuar në Bibliotekën Angelika të Romës, botim që ndriçon një aspekt të panjohur të veprës së Budit, pasi të gjitha punimet e deritanishme janë bazuar në ekzemplarin e vetëm që ruhet pranë Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, një riprodhim fotografik të cilit ruhet e kemi dhe ne në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë në Fondet e Radha. Studim serioz i veprimtarisë së Budit, parë në një rast të gjerë, analizë e mirëfillt tekstore e faqeve të panjohura më parë, interpretime të spikatura filologjike, të mbështetura edhe në studime shkencore të mëparshme, të albanologëve të zëshëm shqiptar apo të huaj, përfshirë edhe Shuteriqin, çmimi me emrin e të cilit na ka mbledhur të gjithëve sot. Përshkrime bibliografike sipas standardeve bashkëkohore të ekzemplarit të njohur dhe atij të zbuluar. Fryt i një pune këmbgulse të kërkimeve në biblioteka dhe arkivat e Romës, si dhe shkretimi të një arsenali shumë të pasur bibliografik. Studimi monografik është një pjesë e shtuar në studimet tona filologjike, përbën jo vetëm një kontribut në shkencën e albanologjisë, por shërben edhe si një shtys për studime më të thelluara me dokumentat arkivore të panjohura deri më sot, që kjo studiuese me një kulturë dhe horizont të gjerë komunitetit akademik i ofron sot. Ju falenderoj për vëmendjen. Vazhdojmë me procedurën e juris, votimit për çmimin fitues në juri zhvilluar në datën 20/12/2023, kur u përmbyll faza e tretë dhe përfundimtare e punës vlerësuese të jurisë. Çmimi i dytë shkon për veprën korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pash Tepelenës, botuar në 4 vëllime, me autor profesor doktor Irakli Koçollari. Në cilësinë e kryetarit jurisë jam ngarkuar ta lexoj unë motivacionin e përkatës.
Besoj që po. Burime mbi veprën korrespondencë të ndryshimit Ali Pash të Pelenës në 4 vëllime botuar ndërmjet viteve 2016-2022. Burime parsorë arkivore e bukimistike për figurën komplekse të Ali Pash të Pelenës dhe raportet e tij me kryeqendrën perandorake dhe me përfaqësues të shteteve të perëndimit, për Pashallëkun e Janinës dhe format e organizimit parashtetëror të shqiptarëve, për pozitën e tyre në kuadër të superpushtetit Osman, të zotrinët Ali Pashës dhe pashallëqeve të tjera, si dhe me fqinjët jugor. Koleksioni më i vëllimshëm e më i rëndësishëm i dokumentave të botuar në Shqip për figurën e Ali Pash të Pelenës, si protagonist i zhvillime historike shqiptare, ballkanike, perandorake e europiane për gjatë shekullit 18 në vijim. Me burime arkivore osmane, greke, franceze, britanike, italiane, amerikane dhe prej gjuhësh të tjera, të mbledhura me një vullnet të jashtëzakonshëm dhe të përgatitura me përgjegjësi shkencore për botim, që në pjesën më të madhe të tyre bëhen të njohura për herë të parë, të vlerësuara për ndikimin e drejt për drejt në historiografinë shqiptare lidhur me personalitetin e Ali Pashës, veshmës për identifikimin dhe përcaktimin etnik e fetar të vetës dhe të popullit shqiptar, për ndikimin që pati në dobësimin e perandorisë osmane e inkurajimin e kombëtarizimit në Ballkan, për lidhjet e tij me mbretëritë perëndimore dhe rolin që luajti për të bërë të njohur mes tyre çfarë ishin e çfarë meritonin shqiptarët. Dhe për ta dorëzuar diplomën dhe shenjën, ftoj zonjat e nderuara Shuti Riqi, zonjën Zana dhe Mira Shuti Riqi për të dorëzuar çmimin autorit fitues, profesor Irakiu. Lutem. Lutem. Vajza dhe profesori ka bërë një punë të zakonshme, ka bërë një punë. Urime profesor. Dhe tani profesori do të si laureat të thotë. Është nder i veçantë dhe emocion i veçantë të marr këtë vlerësim me këtë emër të madh të babait tuaj, i cili na ka rritur në emocionet, por edhe në kulturën tonë, që në vitet e, nuk do të tepëroj të thosha, të adoleshencës, dhe sigurisht pastaj edhe kur formohemi dhe piqemi mtej edhe në periudhën kur formatohemi si studius të shkencës. Dua të falenderoj dhe të ndaj këtë gëzim me shumë njerëz që janë këtu në sallë, por dhe me të tjerë, sepse nuk më takon vetëm mua. Kështu e kuptoj unë të paktën, sepse në punën kërkimore shkencore njeriu ka miq, ka shok, ka të njohur po dhe të panjohur, të cilët në mënyrë direkte ose indirekte japin kontributin e tyre në prodhimin atyre vlerave që u përmendëm këtu, në ato përmasa dhe në ato dimensione që janë. Unë i falenderoj të gjithë ata njerëz që më kanë qëndruar pranë, që më kanë këmbyer me mua mendimet, që më kanë bërë vërejtje, më kanë kritikuar, por edhe kanë qëndruar pranë meje për të sjellë. Ju falenderit të gjithëve dhe vetëm një premtim të thjeshtë që punën me këtë intensitet dhe me këtë vullnet dhe me këto përpjekje do ta vazhdoj edhe mtej për interesat e historisë së vendit tonë dhe të popullit tonë. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit profesor. Faleminderit. Ftoj nën kryetarin e Akademisë së Shkencave, akademik Vaso Tole, për të lexuar skedën bashkë me ballinën e çmimit të dytë fitues, i cili shkon për Nikol Filja dhe veprat e tij poetike me autor akademik Matteo Mandala. Fjala për ju, profesor. Përshëndetje, shpresoj që Mateo të na ndjek përmes rrjedheve tona. Motivacioni për këtë çmim shumë të rëndësishëm është kurorëzim i suksesshëm i një ndërmarrje shkencore shumë vjeçare në fushë të gjurmimeve filologjike mbi letërsinë arbëreshe të shekullit 17-18,
pjesë përbërëse e korpusit më të rëndësishëm të botimeve kritike filologjike të kësaj letërsie 4 shekullore, një model ekdotik për procesin e ndërlikuar të kalimit nga dorëshkrimi në botim, që synon e realizon ringjalljen me besnikëri të vullneteve autoriale të veprave të mbetura më njanë në arkiva e biblioteka, shpresë e formimit cilësor të shumashëm dhe njohjes së thelluar gjuhësore, historike, kulturore dhe fetare të periudhës historike, përfaqësuese dinjitoze në shkollës së sotme të filologjisë dhe të gjenetikës së tekstit për burimet e hershme arbëreshe dhe shqiptare. Urime Mateo, urime të nderuar kolegë të çmimeve. Mandala, është kënaqësi për ne që ju jeni fituesi një nga i çmimit të Shuteriqi. Ne i mirë kuptojmë motivet dhe vështirësitë praktike që nuk jeni sot i pranishëm fizikisht për arsye të angazhimeve tuaja të shumta. Profesor Mandala është një nga figurat shumë të njohura në Tiranë dhe në botën arbëreshe, sigurisht është një nga anëtarë i nderë i Akademisë së Shkencave, është albanolog i mirënjohur, historian dhe studiues i letërsisë arbëreshe dhe shqipe, prej fillime e deri në kohën e sotme, filolog dhe botues i shkrimeve dhe veprave shqip në disa periudha letrare, intelektual me interesa të gjërra dhe dietar me ndihmesa origjinale në disa fusha të dijes kombëtare, përfaqësues i shquar i mendimit shkencor shqiptar në gjithë botën e sotme akademike dhe universitare. Është personalitet i shquar albanologjisë, profesor i Universitetit të Palermos që nga fillimi, fitues si shumë çmime prestigjioze dhe shumë mirënjohje në Shqipëri, ndërsa në Akademinë e Shkencave nderohet me çmim për herë të parë. Do të ishim të nderuar profesor Mandala nëse keni mundësi ose të thoni diçka përshëndetëse si laureat i këtij çmimi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, profesor. Jam shumë i emocionuar duke dëgjuar to fjalë të bukura që i drejtohen personit tim. Disa herë e ndjejmë veten si të dizuar kur më flasin kështu dhe nga lart sidomos. Shumë faleminderit. Do të falenderoj së pari jurin që më akordoi të çmim shumë të rëndësishëm, që i kushtohet profesor Dimitër Shuteriqit, që pata rastin të përcaktoja si një arkiv i gjallë kur ishte akoma në jetë i kulturës arbëreshe. Ashtu ishte edhe me të vërtet do të vazhdoj të jetë për studiuesit që merren me albanologji. Një falënderim të veçantë do t'i akordoj di personave që më ndihmuan në këtë përpjekje të ribotoja tekstin e kodikut të Qeutit, domethënë kolegun tim të dashur Gzim Gurgain, me të cilin bashkëpunojmë në katedrën tonë në Palermo, i cili është edhe autori i fjalorit të fjalëve të rralla që pason studimin filologjik të Mirfield, dhe Gzim Tafën që ka zbukuruar jashtëzakonisht mirë librin me të cilin sot unë nderohem që të fitoj të çmim të rëndësishëm. Nuk di të them, dua të kam një dëshirë edhe dua t'e shpreh këtu. Këtë çmim po ja kushtoj të rinjve, studiuesve të rinj, sidomos filologëve, duke i uruar që të ndjekin një rrugë që është sigurisht e lodhshme, por aq e bukur sa mund të jetë ajo e zbulimit të materialeve, sidomos materiale që lidhen me kulturën letrare, me kulturën e botës mbar shqiptare. Ju falenderoj edhe një herë, edhe të falat profesor Gjinushit, të dashurit krijetar të Akademisë së Shkencave dhe të kolegëve. Dhe një përshëndetje mikeshe stime zonjës Luciana Din, që di që ishte pranishme atë. Ju përqafoj nga lartë, gjithë të mirat e miru pashim. Në mbyllje, çmimi i parë shkon për veprën statut dhe Shkodrës në gjysmën e parë të shekullit 14 me shtesa deri në 1469 me autor studiuesen e njohur profesoreshën Lucia Nabdin. Para se
Motivi ose motivacioni për këtë vepër shumë të rëndësishme do të dalë në monitor, do lexohet në audio në italisht dhe sigurisht shfaqet edhe në monitor. Motivazione, primo premio assegnata all'opera Statutet e Shkodrës nga gjysma e parë e shekullit të 14 me shtesat deri më 1469. Gli statuti discutari dalla prima metà del XIV secolo con appendici fino al 1469, pubblicata 3 volte in italiano 2002 e in albanese 2010-2017, scoperta nel Museo Correr di Venezia da Lucia Nadin, con la collaborazione di Giovan Battista Pellegrini, di Gerardo Ortali e di Oliver Jens Schmidt. Tradotto in albanese da Pëllumb Gjufi, dietro cura, direzione e autorità scientifica di Lucia Nadin. Si tratta della più importante scoperta documentaria degli ultimi 2 decenni sull'Arboria e gli Arbor, nel periodo dell'umanesimo europeo, di un'importantissima testimonianza che ha influito in modo plausibile nel cambiare l'immagine sugli albanesi nella storia mondiale di questo periodo, sulla tipologia della loro civiltà e della loro cultura, che riflette l'organizzazione sociale nel mondo albanese fino al tardo Medioevo, come un paese che era in via di sviluppo secondo i modelli europei occidentali e di pari passo con tutta l'area adriatica, che riflessione dell'esistenza di una nobiltà genuina che era degna del passaggio da un'identificazione patronimica e quella etnica e nazionale. Curata per l'edizione a stampa da un'equipe di celebri studiosi di albanologia dietro la cura, direzione e autorità scientifica di Lucia Nadin. Për dhënien e diplomës, kam kënaqësinë të ftoj kryetarin e Akademisë së Shkencave, akademik Synergji Nushi, për dhënien e diplomës dhe të shenjës fituese zonjës profesores Lucia Nadin. Profesoresha do të përshëndet, do të dëshiron të përshëndet patjetër, me shumë kënaqësi. Fjala për ju. Falenderoj dhe Akademinë Shkencave dhe antarët e jurisë. Grazie infinite. Scusate l'emozione. Grazie signor Presidente dell'Accademia delle Scienze, grazie ancora. Cosa posso dire? Innanzitutto che vorrei che questo premio spetta a me, perché ho avuto la fortuna di trovare in una biblioteca veneziana questo testo, preziosissimo per la storia dell'Albania. Ma io vorrei questo premio che fosse, come dire, dedicato alla memoria di quella diaspora albanese che tra fine 400 e inizi 500 ha dovuto lasciare l'Albania e nel mio caso, nel caso di cui mi sono occupata, si è diretta a Venezia. Perché in fondo sono stati loro, questi protagonisti della diaspora, e uso il termine diaspora solo per l'Albania del centro-nord, volutamente, perché è un'altra storia rispetto all'emigrazione del sud Italia, perché sono stati gli albanesi, scutarini, ma di tutto il centro-nord dell'Albania, che hanno voluto questo testo e
l'hanno voluto confezionare nel lontano 1504. È una data che abbiamo stabilito come studiosi. Si dovevano celebrare la pace tra Venezia e l'impero ottomano e quindi si chiudeva un periodo, circa 40 anni di lotte, da Skanderbeg all'assedio di Scutari. E come si doveva celebrare questo periodo, questa fase storica che si chiudeva? Si celebrava attraverso la voce della letteratura e dell'arte, ma si doveva celebrare con la memoria di quello che era stato il passato e di quello che era stato il paese che si era dovuto abbandonare. Quindi Marin Barleti scrive e dà al suo paese un monumento attraverso la pagina scritta, De Obsidiones Codrensi. Sempre gli albanesi, ormai quasi naturalizzati a Venezia, danno voce all'arte e quindi chiedono al pittore più importante del momento, Vittore Carpaccio, di ricordare con l'arte quella che è stata la cultura del loro paese. E poi cosa fanno? Vogliono affidare a un testo giuridico, che è il testo degli Statuti di Scutari, il ricordo della grande civiltà che avevano lasciato. Quindi non si tratta, ecco perché io voglio usare il termine diaspora, non si tratta di una semplice migrazione, con tutto il rispetto per ogni forma di migrazione, ma si trattava di testimoniare, di creare, di alzare un monumento al proprio paese che si era dovuto abbandonare con un gioiello che ancora oggi è un gioiello giuridico, cioè gli statuti della città di Scutari. Ogni testo degli statuti, di uno statuto in ogni civiltà civile, segna la costruzione del futuro. Gli albanesi a Venezia ormai non hanno più futuro, ma vogliono conservare la memoria appunto del loro passato. Quindi è un testo della memoria, ma è un testo anche dell'orgoglio, perché si vuole dimostrare con questo testo quello che era il grado di civiltà, di maturità civile, politica, amministrativa, giuridica rappresentato dall'Albania del centro-nord, in questo caso in particolare di Scutari, ma diciamo dell'Albania del centro-nord. Quindi un libro, un testo per la memoria, un testo di orgoglio, per costruire appunto un monumento destinato a durare nel tempo. In questo senso è un testo vecchissimo, che ha 700 anni, 500 anni, ma è anche un testo giovanissimo, nel senso che se lo leggete, io sono anni che spero che questo testo raggiunga ogni casa in Albania, perché al di là del credo religioso, al di là delle proprie convinzioni politiche, è un testo fondamentale per la storia dell'Albania e ha in sé degli elementi che sono attualissimi, giovanissimi, quindi testo della memoria, testo dell'orgoglio, testo vecchissimo e testo giovanissimo. E mi basta soltanto ricordare, ultimamente sto confrontando questo testo con altri testi statutari di tutta la costa adriatica e della costa e dell'Italia, tra 200 e 300. Ebbene, lo dico con estrema sincerità, è un gioiello rispetto ad altri testi, perché
è stato poi anche concepito con una struttura, con una cornice, con il testo di diritto civile, di diritto penale. Ma è un testo, dicevo, giovanissimo in quanto anche i giovani, qua ce ne sono tanti presenti, io li invito a leggere questo testo. Avete l'ottima traduzione, la magistrale traduzione del professor Giuffi. Se leggete questo testo, una volta superato un attimo il primo impatto linguistico, vi trovate di fronte, per me è come, non dico leggere un romanzo, ma certamente leggere una storia interessantissima del vostro paese. E dicevo giovanissimo perché comincia con una parola significativa che è libertà. È la prima parola, non lo dico io, è la prima parola del primo capitolo degli Statuti di Scutari che dice libertà degli forestieri a venire nella città nostra a stare. Quindi questo vi fa capire, la prima parola è libertà, ma dice libertà anche di chiunque voglia venire in questa nostra città a stare. Quindi è il libro della memoria, è il libro dell'orgoglio, è il libro della giovinezza, è il libro dell'accoglienza, perché a chiunque voglia venire, pensiamo a qual è il nostro oggi, a qual è la nostra attualità, con tutti questi fenomeni migratori che la contraddistinguono. Bene, dicono gli Statuti di Scutari, la libertà di chiunque, qualunque forestiero voglia venire nella nostra città. Ma non solo può venire nella nostra città, ma attenzione, se c'è qualcuno che approfitta dello stato di debolezza in cui si trova qualunque, oggi diremo migrante, che migra in un altro paese, si approfitta di lui, bene, deve intervenire la comunità, deve intervenire il governo, diciamo, per punire chi si approfitta dello stato di inferiorità, oggi diremo del termine migrante. Ecco, quindi vi basta soltanto l'incipit, l'inizio di questo testo, poi avete 270 capitoli da leggere e ogni capitolo vi assicuro che è un capitolo che è giovanissimo per le potenzialità che ha di insegnare ancora oggi qualcosa alla società civile. Penso per esempio a come si dovrebbero scegliere i nostri reggitori. Parlo nostri perché intendo di tutti i paesi e di tutte le nazionalità, e che si dovrebbero scegliere in base alle competenze, all'onestà, al profilo umano delle persone e non ad altri criteri che possono essere, per esempio, o di economia o di così, o l'amico dell'amico. Chiudo per non annoiarvi, ma io ripeto che io ho sempre detto che questo testo dovrebbe raggiungere ogni casa, perché ancora oggi, come lo hanno voluto nel lontano 1500 gli antenati albanesi, ecco, ancora oggi può valere come testo della memoria, come monumento a quella che è stata la grande civiltà medievale albanese. Un tempo si parlava del Medioevo come dei secoli bui, oggi nessuno più usa questi termini, si parla dei secoli di luce del Medioevo. Quindi questo è un faro di luce su una civiltà adriatica, mediterranea, europea dell'Albania, e quindi dovrebbe raggiungere, io spero, i curricula scolastici albanesi nelle università dove già si studiano, ma anche raggiungere i bambini, i piccoli,
Penso per esempio in Italia, per noi, qual è stato il successo di una storia d'Italia fatta attraverso i fumetti, la storia d'Italia fatta attraverso la vita quotidiana. Ci sono i nostri ragazzi che possono imparare come si viveva a Roma, come si viveva in Grecia. Ecco, anche per i bambini, diciamo, questo testo potrebbe, opportunamente, ovviamente, manipolato nel senso positivo del termine, potrebbe raccontare come si viveva a Scutari, come si viveva in Albania nel 300, nel 400, quindi credo che sia veramente un monumento alla storia e alla civiltà albanese. Grazie. Grazie infinite. Lo dedichiamo quindi ai nostri economici, perché anch'io sono di parte. Jälleen krystalia. Lo dedichiamo ai nostri antenati che l'hanno voluto nel 1500. Kryetaria e Akademinë Shkencave, Akademisë në Ligjit. Në përmbyllje të kësaj ceremonie, mjaft të këndshme dhe suksesshme, përgëzoj edhe një herë dhe fituesit e çmimit, kolegët tanë, miqtë tanë dhe profesorët të nderuar, Irakliun, Mateon dhe profesoresh Lucia, aq më tepër edhe për mundimin dhe rëndësinë që i ka dhënë duke ardhur posaçërisht për marrjen e këtij çmimi të merituar. Dhe sigurisht kjo ceremoni zhvillohet në një ditë që ka një domethënie për Akademinë e Shkencave, sepse sapo ka nisë rrugëtimi që Akademia të ketë në gjirin e saj, pranë saj dhe institutet e albanologjisë. Pra fillon dhe merr jetë bashkimi i Akademisë Shkencave me institutet albanologjike dhe pikërisht për të kthyer asaj tradite që ne mbartim nga akademikët fondator, themelus, ku një ndërta është pikërisht profesor Shuteriqi, dhe që mbeten modele për ne. Trashëgimia e lëm prej tyre është ka një të mirë dhe një të keqe, si themi. E mira është sepse kemi modele për të ndjekur, e keqja është se e kemi vështirë për t'i arrirë. Pra kjo është një sfidë në këto kushte të reja për t'ju rikthyer, do thosh, ditëve më të mira të akademizmit shqiptar, dhe kjo është dhe një ndër arsyet pse akordohen dhe çmime të veçanta. Pra, për t'i kthyer derisa akademikët tanë themeltar mbeten modele dhe ikona të akademizmit, Buda, Shuteriqi, Çabej e të tjerë, atëherë nëpërmjet çmimeve të veçanta kërkojmë që pikërisht këto modele të transmetohen te kërkuesit e rinj, te gjeneratat vijuese, dhe na vjen shumë mirë që pikërisht sot konfirmohet që ka ndjekës dhe trashëgues të kësaj trashëgimie, dhe kësaj tradite, për ta përcjell pastaj edhe te brezat më të rinj, dhe për vazhdu për të nxitur këtë kërkimin shkencor, pra për të nxitur dhe promovuar kërkimin shkencor, për të stimuluar të rinjt, veçanërisht kuptohet që her pas here Akademia e Shkencave do t'japi çmime të veçanta, prandaj unë kam dalë këtu për të deklaruar një çmim tjetër, sepse them me pak humor, krahas shkencave shoqërore duhet dhe një çik shkenca natyrore teknike. Pra bëhet fjalë për një tjetër figurë të akademizmit shqiptar, matematicien e njohur Petraq Pilika, profesorin ton, të nderuar, sepse ajo çka është për të vlerësuar nga akademikët fillestar, është ajo që krijuan shkollat e para shqipe në fushat e caktuara. Ashtu siç u arrit që nëpërmjet albanologëve të njohur, albanologjia më në fund të kthej në shtëpinë e vet dhe duhet qëndroj tashmë në shtëpinë e vet,
dhe shkencat e tjera natyrore, teknike, ju desh të filloj të nisej pothuajse nga fillimi për të krijuar dhe modelin e shkollës son, matematikës, fizikës, kimisë dhe me radhë, dhe ne këtu krenohemi për akademikët si Kol Popa, Paparisto, pa marrë përsipër t'i kujtoj të gjithë tani, Petraq Pilikën, Sotir Kuneshkën, çka do thotë që vërtet ka qenë një gjenerat që mori një përgjegjësi shumë të madhe dhe do mbeten model jo vetëm për ne që kemi qenë student të drejt për drejt të tyre, por edhe për gjithë gjenerata që vijnë pas nesh. Aq më shumë që duhet stimuluar ajo që mundësitë e suksesit në kërkim shkencor janë dhe në Shqipëri. Pra kanë qenë të mundura të arrihen edhe nivelet më të larta, edhe në kushtet e monizmit, pra të mbylljes, edhe në kushtet e tranzicionit të zgjatur. Tashmë ne jemi në fazën që s'duhet të quajmë më tranzicion, sepse jemi vend kandidat i Bashkimit Evropian dhe në këtë aspekt jemi në momentin që duhet të garojmë, pra duhet të kapim standardet evropiane në gjitha fushat e rëndësishme të kërkimit shkencor. Kështu që të nxitur dhe në ajo që për suksesin dhe për punën shumë të mirë që bëri Juria, sigurisht të punuan mirë sepse patën konkurrent të mirë, pra pati produkt, pati brum, dhe dha këtë rezultat dhe mendojmë që pikërisht të dhënia këtij çmimi do shërbejë nxitje dhe stimulim, kryesia ka vendosur që për këtë vit, që është 100 vjetori i lindjes Petraq Pilikës, shefit historik të katedrës së specialitetit të matematikës, të jepet çmimi Pilika në rastin e 100 vjetorit të tij. Presim që të jetë paqë suksesshëm edhe ky çmim, të jetë paqë nxitës dhe paqë stimulus për brezat e ardhshëm dhe për kërkuesit e rinj. Kështu që edhe një herë falenderoj Jurin, përgëzoj për punën shumë të mirë, veçanërisht falenderoj gjithë ata që morën pjesë në konkurs, pra që vlerësuan këtë ndërmarrje apo këtë iniciativë të kryesisë së Akademisë së Shkencave, përgëzoj edhe një herë fituesit dhe suksese dhe punë të mbarë së bashku. Faleminderit. Faleminderit kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Gjinushi, për vlerësimet tuaja shumë dashamirëse dhe pas kësaj fjale jam i autorizuar ta deklaroj të mbyllur aktivitetin, po para me njerë pas kësaj, kolegu im profesor Hoxha ka një njoftim më të ngushtë për Jurin dhe për fituesit. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe shpresojmë në takime të tilla të takohemi sa më shpesh. Shumë e thjesht për të pasur një kujtim nga kjo ngjarje e rëndësishme e sotme, ftojmë Jurin, fituesit e çmimit dhe zonja Shuteriqi për të pasur një kujtim, një fotografi tek posteri i aktivitetit.